persona apolitik, persona profesionist dhe do t'isha absolutisht dhe unë me këtë linjë. Por, unë duhet të them që nuk është se përdorur linja, po themi politike, madje pa dashur për t'u futur shumë thellësi, po të paktën dy prej tyre di që kanë po ndërtojnë, kanë marrë sa leje më përpara se sa të shkonin në ato vende pune, po prapë duhet merrem me fenomenin e kryeministrit. Kryeministri është tamam si një shef kuadri në Shqipëri dhe është ai që vendos se kush do të jetë ministër, kush do të jetë zëvendës ministër, kush do të jetë drejtor. Pse ja na temoni për faktin që bëhet drejtori i spitalit? Okej, nëse. Problem ka. Më lër sa. Ai mund vazhdoj të jetë sa ta mbaroj. Unë merrem me fenomen, nuk merrem me një individ. Pra, kryeministri që ne kemi sot, edhe ministrat nuk janë përzgjedhje e strukturave të Partisë Socialiste, po është po themi kryeministri ai që vendos gishtin se kush do të jetë. Dhe ju e keni parë dhe teatrin që lozet po themi tek mbledhja e fundit ku bë prezantimi që as vet ato nuk e dinin. Së dyti, ju e keni parë që kryeministri shkon tek pushteti vendor, i ka thirrur gjithë pushtetet vendore dhe thotë le të largohen të gjithë se boll hëngën ato që janë deri tani në këto poste, nën kryetar, sekretar i përgjithshëm, drejtora dhe të vinë një grup tjetër. Pra çfarë do thotë që absolutisht kjo është kundër asaj çfarë ju thoni dhe që duhet të jetë e vërteta, që në poste po themi profesionale duhet të jenë njerëz profesionistë. Pra, dhe kryeministri e ka merak që tani të përdor, po themi dhe triblimet të tilla për të marrë 5-6 veta sa gishtat e një dore dhe për ta mediatizuar. Dhe sot flitet më shumë për këto 5 apo 6 veta që përthithen, po themi që kanë... Dëmtojnë Partia Demokratike nga këto? Absolutisht jo. Përkundazi pastrohet nga këto njerëz të cilët luajnë, po themi, ditën me pëdon edhe natën, po themi, mund të kenë lozur për Partinë Socialiste. Kështu që absolutisht, jo vetëm që nuk i vendosin pozita, po themi, të mira ato, po përkundazi ato tregojnë që kanë qenë me një moral të ulët në aspektin e përgjithësisë që ato kanë marrë me votat e qytetarëve. Shiko, ka dy gjëra që duhet nga pozita që e komentojnë si ti jam unë. E para Zoti Mziu thotë që pastrohet. Nëse në pastrimi bashkëjeton me erozionin, kjo është një çështje që ha analizë dhe ha diskutim të madh. Aq më tepër një opozitë që gjithmonë është e investuar që të maksimalizojnë mbështetjen qytetare, elektoratin e vetë. Dhe nëse largohen personat cilët janë investuar në nivelet drejtuese, mund mos jenë në nivel kombëtar, por sidomos në nivelet rajonale, kjo është me një kosto politike. Ndjes se po ta ndërpres, është më mirë të pastrohet nga 5-6 veta që ikin nga PD-ja, se sa të pastrohet Partia Socialiste që dërgon një duzinë me kryetar bashkie në Burg, që dërgon një duzinë me deputet në Burg, që dërgon zëvendës kryeministra në Burg. Kjo është pastrim. Pastrim. Pra çfarë thotë, nuk është një hata e madhe, nëse ikin 5-6 veta, po themi, edhe stimulohen dhe kalojnë, po themi, në shumica politike përballë jush, thotë që unë e konsideroj një rekordin tim të delegimit të drejtësisë për të kryer në lirshmërinë e vet veprimet për rastet e abuzivizmit dhe korrupsionit dhe mos ndërhyj politikisht për këtë gjë, dhe nga ana tjetër i referohet një realitetit munguar më herët, se ne kemi kaluar nga një realiteti pa ndëshkueshmërisë dhe jemi sot në një realitet ku drejtësia po krijon një lloj perceptimi që krijon Republikën e prokurorëve. Pra kjo është një gjë. Edhe tek qasja që ka zoti Muçi, se mu duk sikur ishte një qasje tejet liberale nga pozita e një neomajtisti. Domethënë, unë jam dakord me këtë gjë. Nëse emërimi bashkëshoqërohet me një CV e cila evidenton aftësinë profesionale të individit që rekrutohet në një post publik, kjo është e hishme e shëndetshme për administratën por ne nuk e kemi këtë gjë. Dhe ne jemi të ndërgjegjshëm të bindur se në shumicën e rasteve këto janë për një arsye politike. Rasti i nënkryetarës bashkisë së Sarandës, për shembull, ajo vjen nga i background, ka qenë kryesuese politike e forcës kryesore të opozitës. Dhe merr një funksion politik
tek administrata politike si neomajtrist e kisha tek qasja. Po pra, unë nuk të kundërshtoj qasjen ose se ndoshta nuk isha. Qasja duhet të jetë që njerëzit të merren në punë, sidomos me qasja Partisë Demokratike. Për bindjet politike. Ne na mundojnë këto testime. Duhet të jetë që këtu duhet të ketë një konkurs që të filtrojë njerëzit që janë administratë publike dhe madje atyre u duhet siguruar si thua liria e bindjeve tyre politike. Jo të trajtohen vërtet. Po jo të trajtohen si tradhtar, të cilët kur të vim ne do heqim këta që të vinë emrimi një drejtoreshe spitali apo një drejtori spitali nuk ka arsye pse të paragjykohet kaq shumë se fundja shqiptarët masa më e madhe e popullsisë së këtij vendi po zhdrohet në fenomen. Masa më e madhe e punësve të këtij vendi janë njerëz që kanë të lidhur fatin ekzistencial të tyre me rrogën mujore, sikundër jemi dhe ne. Por një pjesë tjetër që kanë asete politike dhe asete ekonomike se kanë këtë nevojë. Dhe s'kemi pse ta paragjykojmë atë kategori. A ndoshta nuk frymëzon Partia Demokratike dhe këta njerëz shohin një krah tjetër? Mund të jetë një nga arsyet, mendoj. Sepse, shiko, unë jam kundër deklaratave të ultimatumeve kur mban një lider politik. Për shembull dikur kanë qenë këto, zoti Basha thoshte, ky Edi Rama s'është më kryeminist nga sot. Zoti Berisha kur kryoi foltoren tha, kjo qeveri ka dhe 6 muaj kohë jetë dhe revolucionin do rrëzojë, do shkatrojë etj. Mbajtën zgjedhjet në 11 maj, doli rezultati që doli, u tha që nuk kanë qenë zgjedhje, kanë qenë votime. Domethënë ka disa kontradikta që duhet sqarohen. Do bëhet një analizë, analiza nuk po bëhet, drejtuesit e qarqeve ngelën po ata, u konfirmuan edhe një herë në detyrë dhe mendoj që normalisht brenda një grupi interesi këto shkaktojnë në konflikt. Qoftë edhe interesash, qoftë edhe grupesh, klanesh e tjerë, sepse di që në fund ditës politika është interes, nuk është flas në kuptimin praktik të saj. Edhe domethënë është jo natyraliste që dikush domethënë kur ka në një vend utilitetin dhe në një vend thjesht virtytin, virtyti pa utilitet politik nuk ka dobi. Problemi është që kur nuk ka sqarime, siç e thash pak më parë, për shembull unë po bëj avokatën e djallit, nuk jam me këtë linjë, po thosha, po disha në një nga zotrinë ose zonë fjalë, dia publikisht do thosha që deri zoti Berisha akuzoi zotin Bardhi vrasës. Zoti Bardhi ka thënë shumë zotit Berisha babai i Xhenit, sot janë bashkë. Pse këta të dy legjitimohen të jenë bashkë, ndërkohë që unë legjitimohem që shkojë të jap kontribut më sa ka mundësi të përmirësoj një vend. Ose ku dëgjon për dikë tjetër XY Z ose për zotit Meta që dikur është akuzuar dhe si ai duti thesarit shtetit e Floririt edhe sot ka dalë ro demokraci dhe i burgosur. Pra, duhet të ketë analizë argumente, qoftë edhe kur qëndrimi lëviz si thua nga boshti i aktit politik, i bindjeve politike etj. Fakti kur lihet çuneshti si njëri që thjesht i do të shkosh diku dhe nuk do të fare, domethënë të merret me ty, do të jesh jashtë spotlightit, tregon që njëri i interesave të vogla. Pra, nuk është se e bën sepse ti ke parë disa kontradikta politike, ke parë disa paradokse politike në forcën në cilën ti aderon, dhe thua që shpunka mund të jem këtu ku shikoj këtë kontradikt, por këta thjesht ikin, si më thënë, poshtë tunelit edhe duan të rinë aty. Xhelal, ke një reagim përpara se të kaloj tek raporti ose Beodirit? Patjetër. Në fakt, për 4 vite që kaluan, ka filluar dhe ky mandat dhe nuk shoh një koleg të maj që të jetë përballë, sepse nuk i lën Rama. Dhe madje edhe media tregohet e pa drejt dhe në këtë drejtim, sepse vendos disproporcion edhe në debat. Sepse dhe sot, për çudi që kanë të tre pa dashur për kolegun, po themi të dy analistët, të rrjeshtuar në një krah që më duket pak anormale. Por t'ju rikthyer, ata kanë mendimin e tyre, po. Ka dhe të tjerë që mund të ftoheshin, që mund të kishin një mendim ndryshe nga këto, pra për të krijuar një balans. Sidoqoftë, unë unë besoj që ti je shumë i afërt i përballuar në argumenta të dyre. Nuk kam nevojë për të patur, po themi, numerikisht, por unë fola në përgjithësi. Për shkuar tek çështja. Një opozit ku do në botë ka 3 gjëra të cilët përballet, po themi, me mazhorancën. Spari do të jetë, po themi, opozitare ndaj gjërave të cilët ajo i sheh që nuk shkojnë. Dhe ka patur pafundësisht gjëra të cilët nuk shkojnë dhe që Partia Demokratike i ka demonstruar në mënyrë permanente. Për shembull, gjatë gjithë 4 viteve që shkuan, që unë kam qenë në parlament, dhe tani sapo kemi filluar, ne kemi drancuar, po themi, skandalet e pafundme të kësaj qeverie,
të cilët ku ne kemi bërë me gisht, kemi ngritur komisione hetimore, ju kujtohet komisioni hetimor për inceneratorët që kanë kushtuar buxhetit shtetit jo pak 430 milion euro. Dhe kur ne drejtonim gishtin e thonim që është abuzohet, kryeministri thonte që Beqja është me duart pastra. Dhe në fakt, koha tregoi që ato 430 milion nuk kanë shkuar në investime, nuk kanë shkuar tek 3 incineratorët, po kanë shkuar, po themin gjepat e qeverisë. Pra, ju duke thënë që ka qenë rrugë të drejtë opozita. Ta ilustroj, më lejoni sepse më takon koha. Së dyti, ju e dini shumë mirë, ne kemi denoncuar kongestionet më shëndetësi. 4 kongestionet që kanë kushtuar buxhetit shtetit paktën më shumë se sa 400 milion euro deri sot sa flasim. Të 4 këto kongestione, jo vetëm që nuk kanë ndikuar, po themi tek shëndeti i qytetarëve, po përkundazi kanë hëngër atë pjesën e madhe të buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe nuk ka shkuar te pacienti dhe për këtë sot po prap kemi njerëz të cilët kanë shkuar prapa hekrave. Tjetër, ne kemi denoncuar, po themi, kryebashkiakun e Tiranës. Dhe kur ne e denonconim, thoni që opozita nuk ka asgjë të vërtetë etj, dhe në fakt sot ai është prapa hekrave. Ne kemi denoncuar në mënyrë permanente zëvendës kryeministrën, duke filluar nga tuneli Llogaras, duke filluar nga aeroporti i Vlorës, duke filluar nga zgjatimi i pjesës autostradës që Thuman. Se nuk fituat juve, zotin Mziu, se ishit përballja. Apo flet për se çfarë duhet bëj opozita. Po jo, këtë keni bërë, po kishit një përballje. Po ta bërë konkrete, se tani unë basim kohë me një gjë që e keni bërë atyr dhe SPAK dhe SKAP. E kupton? Kur i çon në burgër SPAK, unë nuk i çon në SKAP tani. Unë s'po merrem me SPAK, unë po merrem me shkeljen e ligjit. Unë po merrem me vjedhjet, unë po merrem me drancim. Se nuk fituat ju në zgjedhjet e 11 majit. Ja do të përgjigjem dhe për atë. Së dyti, Partia Demokratike në parlament ka të drejtë për të bërë oponencë nëpërmjet akteve ligjore dhe nënligjore. Gjatë 4 viteve që kanë kaluar, ne kemi paraqitur më shumë se sa 80 akte ligjore, të cilët me forcën e kartonit ose janë rrëzuar ose nuk janë marrë në konsiderat. Pra këto janë ato se çfarë. Pra punën e keni bërë, thoni ju si opozitë. Tani pse nuk keni fituar në përballje? Pse nuk keni frymzuar popullin të votojë? Do të them për këtë. Unë sapo sot isha në takime në disa nga fshatrat e Burrelit dhe ato nuk kanë për të hëngër, sepse nuk ka ndihmë ekonomike, sepse nuk ka pension, sepse nuk mbështetet bujqësia. Dhe kur unë dhe kolegët e majt kemi shkuar në atë fshat përpara zgjedhjeve të 11 majit, ato nuk kanë propaganduar asgjë. Përkundazi kur vinte kryeministri në Çakun e Dibrës, vinte po themi me këngëtar, vinte me daulle, vinte me orkestra etj. Kurse unë kam shpalosur platformën e Partisë Demokratike dhe çfarë? Xhelal, tani se u zgjat shumë. Pse u zgjat? Po mos u mërzit. Po nuk mërzit me fare, po ta ndaj. Ja do ta tani vendosi pikën që të di pse nuk votove. Ja ta tregoj. Ne i premtonim minimumin jetik 200 euro. Ne i premtonim ndihmën ekonomike 200 euro. Nuk të votuan Xhelal, premtove sa premtove. Pse nuk gjall besim ti që njerëzit të shkoj tani që pse nuk na votuan? Po pra jepi fjalin, pse nuk votojnë? Ne e keni lexuar raportin ose Raporti OSB Odirit në dallim, po themi në 35 vite, as në vitin 91 nuk ka ndodhur që shteti të përdoret nga pushteti, nga partia. Dhe sot, një sekund, dhe blerja votës, intimidimi votuesve, shkelja ligjit kanë qenë permanent. Kjo është arsye që ne sot nuk jemi në pushtet. Sandri, e konfirmoi raporti OSB Odirit farsën zgjedhore dhe demokratët humbën se votat u vodhën, u përdor administrata, elementet fiskale, ku di unë, presionit e votuesit, e punojësit, krimet zgjedhore, etj. Raporti konfirmoi deformime substanciale të procesit zgjedhor. Por kjo është një debat që zoti Mziu duhet ta bëjë me një homolog të kahut tjetër dhe jo me ne. Pak më parë pati një qasje kështu, le të themi, replikuese me ne, sidomos me statusin tim si një komentojnë si lirë, se koncepti i pavarësisë pastaj nuk përcaktohet nga të varrurit, por nuk kam angazhime unë palësh, sepse me zoti Mziu e di fort mirë, edhe kur ka qenë shumicë, me mua është përballur në të njëjtën pozicion dhe këtu do më gjej edhe nëse bëhet prap shumicë dhe sot është pakicë,
prapë këtu do të ballafaqohemi së bashku. Mungesa e arsyetimit me palën kundërshtare që mbetet shumicë jo për dëshirën tonë, por mbetet dëshirë për pamundësinë tuaj dhe pafuqinë tuaj për të ndryshuar pozicionin e saj. Dhe arsyetimi jon, nuk kemi para. Arsyetimi jon, jo, duhet fitoni një herë shumicën e popullit që ti je shu. Tani këtu jam dakord me ju dhe unë nuk duhet futem në atë diskutim, por ka dy gjëra të cilën ne kemi thënë. Janë të gjitha këto arsye që ju interpretoni politikisht, por janë dhe disa arsye që ne, jo politikisht, por realisht, objektivisht... Mund të shpresh, në qenë se edhe i pavarur, a mund të shpresh në një nga ato gjetjet që raporti përfundimtar i OSBE-Odirit madje ishte më shumë se sa para praku. Edhe për hir të opinionit, me qenë se jeni pavarur, jepni disa nga ato, jo mos më mu. Tema e bisedës nuk është